Rritja e çmimit të karburantit në 218 lekë për litër ka bërë që shumë qytetarë shqiptar të udhtojnë drejt Malit të Zi për të furnizuar me naftë, e cila është rreth 75 lekë më e lirë. Por sa kushton një litër naftë vetëm 10 kilometër nga Shkodra në Mal të Zi? Me vendim të bordit të transparencës, një litër naftë në Shqipëri kushton 218 lekë, ndërsa vetëm 10 kilometër nga qyteti Shkodrës, në shtetin e Malit të Zi, një litër naftë normale kushton vetëm €1,52, ndërsa nafta e kualitetit më të mirë kushton €1,77, me një diferencë të konsiderueshme nga ajo e Shqipërisë. Dogana e Muriçanit ka njohur një fluks të shtuar të automjeteve në dalje të vendit, qytetarë nga Shkodra, por jo vetëm, të cilët shkojnë të furnizohen me naftë më të lirë në Mal të Zi. Fluksi i lartë i automjeteve nga Shqipëria për të marrë karburant ka sjellë masa shtesë nga pala malazeze. Në dy pikat më të afërta me kufirin shqiptar janë vendosur masa kufizuese, duke mos lejuar furnizimin me më shumë se €50 për automjet, si dhe duke ndaluar furnizimin me naftë më të lirë se €1,77. Kjo si masë mbrojtëse për shtetin malazez në zonat kufitare me Shqipërinë. Po ashtu është ndaluar mbushja e bidonëve me naftë, ndërsa në dogan kryen kontrolle të imtësishme nga pala shqiptare. Ndërkohë në Shqipëri, pavarësisht ngritjes së bordit të transparencës, çmimi i naftës në vend që të ulej ka arritur në nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë.